Do të rikthehemi amnistisë penale e cila ka nisur sot dhe do të shkojmë në burgun e Reçit me Teodor Gjerkën. Teodor, të përshëndes, nga informacionet që ke se janë liruar nga burgu i Reçit. Në fakt të paktën sipas dhënave zyrtare të drejtorisë së burgjeve nga institucioni i vuajtjes së dënimit këtu në Reç në Malsinë e Madhe, janë rreth 101 të burgosur, të cilët kanë përfituar ditën e sotme nga amnistia penale dhe do të lënë çelitë e tyre. Ky proces ka nisur që nga ora 8 e ditës së sotme, ndërsa edhe në momentet që flasim, procesi vijon është në fakt me le të themi një numër të shtuar sigurie si nga gardianët e burgut, por edhe me efektiv të policisë të cilët kanë siguruar perimetrin përreth burgut të Reçit, ndërsa deri në këto momente fatmirësisht le të themi nuk ka pasur ndonjë incident dhe procesi po vijon i rregullt. Kemi mundur që të pyesim me kamerën e Euronews Albania disa nga ata që ditën e sotme kanë lënë çelit, ndërsa le të themi ajo që i bashkonte në fakt ishte ankesa sa e takon ushqimit në burgun e Reçit, ndërsa kishte nga ata të cilët kishin përfituar shumë pak nga amnistia, njëri nga ata të cilën folëm kishte përfituar vetëm 11 ditë zbritje të dënimit dhe ka përfituar lirimin ditën e sotme, ndërsa një tjetër thoshte se kishte paktën pretendonte që kishte marrë një dënim të pamerituar dhe se menjëherë pasi ka lënë burgun po mendonte që të largohej nga Shqipëria. E qartë, Teodor, të falenderoj.